Fjallë që e përshkruan, janë ndjenjat ma shumë se fjallët, edhe me vetë faktin që pa e menu fare thash atë emën, fatkeqësisht nashta nuk kanë të gjithë atë fat ta kenë, unë e kam mende, veç është fjalla non mrekullia vetë. Njëjtën gjë kam e përcjell te fëmijët e mi që ata me pas emrin tem, njëjtë qysh e kam unë emrin e nonës, ma të shejtin. Ndihmun, sepse ata nuk lypin kur, ata nuk kërkojnë kur, as mbështetje, as kërkesa, as po të paktën në moshën e shtyme, t'jeni pranë tyne. Nana. Edhe fëmijët patjetër, po fjala nana është madhështore edhe ma e shtrajta. A përshkruajmë ti fjalën në epitetin më të rëndësishëm që Nuk ka fjallë që e përshkruan, janë ndjenjat ma shumë se fjallët, edhe me vetë faktin që pa e menu fare thash atë emën, shkurt nuk kam asë një koment, është gjoja ma e mrekullueshme në jetë, që fatkeqësisht nashta nuk kanë të gjithë atë fat ta kenë, unë e kam mende, veç është fjala non mrekullia vetë. Është, do të thonë, sa mund e me fjalës nën, ose vetë nënës, a gjithë ato që i bën një kontribut për fëmin që i jep me ja kthy? Asnjëherë, unë edhe kur i diskutoj me fëmin edhe me nonën, gjithherë në prezencën e dy palëve tham, unë asnjëherë nuk muj me ja kthy, edhe ato që ka boja për mua është, edhe si cila non po besoj për fëmijët e vet, është e pakthyeshme, po shpresoj shumë që të njëjtën gjë kam e përcjell te fëmijët e mi, që ata me pas emrin tem, njëjtë qysh e kam unë emrin e nonës, ma të shejtin. A do të thotë çfarë ju keni marrë prej nonës, tash për jetë që shërbej? Me t'regu drejt, e kom pas shoqën ma të ngushtë, ka qenë ajo që gjithçka me atë mençurinë e vet, ka ditë me nxjerr gjitha ato gjona, se më ka po në fytyrë, më ka po në ndjenja, më ka po në reflekset, o jam mirë ose jam mirë, kur si jam mirë e ka kuptu dhe gjithherë mi ka nxjerr ato, ka qenë si një tip psikologje. Përveç që ka qenë, do me thonë, prind, e i ka afru gjitha të mirat që mu ka nevojit si fëmijë dhe tash prap kam nevoj për ta, ma shumë e kum pasur dhe si psikologe personale. Çfarë keni mësuar prej nonës jetë? Qysh është me dasht, qysh është me respektu, qysh është me ndje, qysh është me shpreh. Thash edhe më herët, është një emër që nuk përshkruhet me fjalë. Këtë në formë kësaj teme aq mirë që ju përgjigje, që më la përshtypje, po dua një mesazh gjitha nënave, gjitha fëmijëve, çka kush e thënë, e përmbyll këtë. Unë thom gjithë fëmijëve, jeni me fat ata që i keni nonat, po edhe ata që si keni mu bo prind vet, ju kisha lut që me i respektu në maksimum, përveç asaj, sot do që keni mundësis, ato që keni kohë, me ju ndihmu, sepse ata nuk lypin kur, ata nuk kërkojnë kur, as mbështetje, as kërkesa, as po të paktën në moshën e shtyme, t'jeni pranë tyne, mos t'i anashkalojmë. E di që jeta është bërë shumë e vështirë, e di që ka shumë angazhime për neve si gjenerate dhe për fëmijët tonë ka më konë edhe ma vështirë po besoj, për çdo ditë po largohemi puna, terminet një pas një, po ju kisha lut gjithve fëmijëve posaçërisht që mos t'i neglizhojnë, gjejnë gjithsesi kohë dhe për ta, t'i thrasin, takohen, t'ju ndihmojnë atë sa kanë mundësi, me mundësitë e veta, kurse si non jeni personi ma i vlefshëm për ta, për fëmijët e ju, për rrethin, asnjëherë mos mendoni që puna edhe mundi ju nuk ka mu shpërbly. Gjithherë ka mu shpërbly edhe në një moshë caktuar të fëmijëve kanë me të kuptu edhe pse mendojnë që nashta tash po flasë për veti, menaj që nashta najherë nuk kuptojnë, po besoj që në moshën e tyne, ose temën kur të vinë, kanë me më kuptu ma mirë dhe mundi asnjëherë nuk do të humbet. Çdo non, ju kisha lut pa e neglizhu, pa e anashkalu vetëm, po paktën për ata që i kemi sjell në jetë jem ato, për krah tyne, gjithherë me gabimet, me të mirat e tyne, po na gjithherë t'jem për ta ato, edhe t'jem gjithherë për krahja dhe shtylla ma e madhe për fëmijët tonë. Shijova për ndërrisë, të uroj ma të mirat, të zote faleminderit. Punë të bërë, kaloni mirë.